Berisha zbulon skandalin. Rama kërcënoi Begajn për pjesëmarrje në samitin e NATO-s në Ankara. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar atë që e cilëson si një skandal të nivelit të lartë, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka penguar presidentin Bayram Begaj të kryesojë delegacionin shqiptar në samitin e NATO-s në Ankara. Në një postim në rrjetet sociale, Berisha akuzon se vendimi është marrë për interesa personal të kryeministrit dhe përbën një shkelje të rëndë të rendit kushtetues. Në reagimin e tij, Berisha pretendon se Begaj ishte përcaktuar nga protokolli si kryetari i delegacionit shqiptar, ndërsa Rama sipas tij ndërhyri për të bllokuar udhëtimin e kreut të shtetit dhe për të marrë vetë drejtimin e delegacionit. Berisha e cilëson këtë një akt të papranueshëm dhe akuzon kryeministrin për përqendrim të pushtetit, duke theksuar se pretendimet e tij mbështeten në informacione të siguruara nga një diplomat digital, ja dhe postimi plot. Një skandal i nivelit më të lartë, të dashur miq. Dje ka ndodhur një skandal i nivelit më të lartë i padëgjuar kur më parë. Edi Rama bllokoi udhëtimin e Begajt si kryetari i delegacionit shqiptar në samitin e NATO-s në Ankara. Ndonse shkresa e dërguar pranë autoriteteve protokollare pritse, sipas dy burimeve diplomatike, informonte se delegacioni shqiptar kryesohej nga presidenti Bayram Begaj dhe antar Edi Rama e tjerë. Por Rama, në një akt antikushtetues, ka kërcënuar si bandit Begajn dhe ka bllokuar udhëtimin e tij si në avionin taksi të prenotuar nga delegacioni shqiptar, ashtu edhe me linja tregtare, dhe është nis vetë me bashkëshorten e tij me një avion që sipas mediave kushton 110.000 euro ora e fluturimit. Diplomati digital informon se ky sher nisi një javë më parë në Shqipëri kur ambasadori turk sipas tij kërkon takim dhe i dorëzoi ftesën për samitin e NATO-s në Ankara presidentit Bayram Begaj. Ky i fundit, po sipas burimit, i thot ambasadorit se këto janë punë të Ramës, ndaj mendoj se ftesa i duhet dërguar atij. Ambasadori u përgjigj se kjo është përcaktuar nga protokolli i samitit dhe ai vetëm përcjell ftesën. Rama thërret me njëherë ambasadorin turk dhe i kërkon që ftesa t'i vijë atij. Nuk dihet më tej për ndërhyrjet e Ramës pranë presidencës turke, por shkresa e dërguar për delegacionin përfaqësues të Shqipërisë në samit. Sipas diplomatit, është firmosur nga Begaj si kryetar delegacioni dhe Edi Ramën, jo si zëvendës kryetar, por thjesht antar delegacioni, gjë që nën kuptonte që në tryezën e samitit, në vendin e parë, aty ku shkruhej Albania, do t'ulej Begaj dhe Rama do t'ulej në karigen pas shpinës së tij. Po kështu, në foton familjare, në vendin e caktuar për Shqipërinë, do fotografoj me pjesëmarrësit e tjerë Begaj si përfaqësues i vendit dhe jo Rama. Për të gjitha këto, Rama si gangster vendosi t'i ndaloj kreut të shtetit dhe kryekomandantit forcave ushtarake të udhëtonte drejt Turqisë. Dënoi me forcën më të madhe këtë akt të rënd banditesk antikushtetues të Edi Ramës, ndaj kreut të shtetit vendit me cilin ai dëshmon edhe njëherë përqendrimin e të gjitha pushteteve në duart e tij. Po ai është